besohet që për shembull në Siri, sipas dhënave jo publike, por që dhëna që flisin në grupe të caktuara janë rreth 2 milion shqiptar. E që në fakt kanë rujt mirë strukturën atje. 2 milion shqiptarë në Siri. Besohet që në gjithë Sirin janë dikon rreth 2 milion shqiptarë, që fokusi më i madhëtor është në Damask. Megjithatë, ajo që unë e pash për shembull në interes të jashtëzakonshëm të tyre për ta promovu vlerën e Kosovës dhe për të përfituar vlerave që i kemi. Identitetin edhe kombëtar atje, po. Saksisht edhe integritetin tonë kombëtar dhe ishte goxha krenari me u prezantuar si shqiptar tani më në Siri dhe për shkak të angazhimit që ka pas, domethënë sidomos Xhamati Alban, një ushtri që ka luftuar një forcë ushtarake që ka luftuar me luftëtar edhe nga lindja mesme që kanë qenë nga Komiteti Shqiptar Zëmës nga Siria, edhe nga zonat e Ballkanit që kanë luftuar në kuadër të Xhamatit Alban që ka qenë një strukturë ushtarake që s'është konsideruar dhe nuk është listuar si organizatë terroriste nëse nuk gaboj. Ajo që duhet përmend është fakti që nëse ne do të ishim një shembull i mirë që komuniteti jonë me përfitu për standarde. Shqiptarët atje shohin me interes Kosovën shumë, si investim përndimos, po, madje ishte pikërisht presioni i shqiptarëve atje, posaçërisht njëri nga udhëheqësit e luftës atje Abdul Jashari tek presidenti Ashara për t'ia dhënë lojën në dorë presidentit të Republikës Kosovës në zyrën ovale të princit saudis. Aq shumë ka ndikim kë? Aq shumë është një person i cili mund të them konsiderohet njëri ndër personat më të fuqishëm sa i përket domethënë politikës në Siri dhe çështjeve që lidhen me angazhimet e vet Sirisë në çështjet të ardhmës saj, qoftë politike apo të sigurisë. Dhe ne duhet të përmend se ishte pikërisht ky lloj presioni i komunitetit shqiptar dhe angazhimit shqiptarëve që kanë qenë në qëllimin e Sirisë për njojën e Republikës Kosovës dhe e një farforme e dërguan deri tek njoja e Kosovës një shtet i cili besoj që ka mjaft pozicion të rëndësishëm sa i përket çështjeve që lidhen me gjeopolitikën e Kosovës. Interesant, këtë nuk e ka thënë askush deri më sot, që shqiptarët, Xhamati Alban dhe Zoti Jashari, apo? Po, Abdul Jashari. Abdul Jashari ka pasur edhe Muhamet Arnauti. Edhe Muhamet Arnauti në pozicion ministri, apo? Po, Muhamet Arnauti është në qeverinë e Al-Shara, është një shqiptar i komunitetit shqiptar që jeton në Damask, ka qenë udhëheqës lufte. Shqiptarët po dalin mbi sipërfaqe atje. Saktësisht edhe në herë përmend që tani veç kanë filluar prej Kosovës, për mashionisëm me vende ndryshme me shku në Siri, familjarë të ndryshëm, kemi sfundi familje që kanë shkuar për t'i taku familjarët e tyre atje, është e mundshme që të merrnin një vizë ose ta pagunin një vizë në aeroport atje në Alep apo në Damask dhe të vizitoni për shembull pra sa ju japet viza 30 ditë apo 90 ditë maksimalja për ta vizituar 2 milion shqiptarë. Nuk është numër i vogël. Është një lidhje nga koha e Jugosllavisë. Po, ka qenë, tham të drejtën, edhe një arsye tjetër që është rujt kjo farë mund të themi identiteti shqiptar, sepse 2 dietar shqiptar që kanë qenë shumë të rëndësishëm në Siri, ka qenë Abdulkader Arnauti, tani njëti ka ndru jetë, dhe ka pas disa aktivitete tjera dhe në Ballkan, që është njëri prej dietarët e njohur dhe Shej Albani. Janë 2 njerëz, ku edhe njëri nga ministrat e qeverisë Shara është e kësaj familje, kanë qenë që kanë rujt komunitetin. Po ashtu edhe një fakt tjetër që duhet përmend është se një familje me ndikim që kanë respekt edhe pse janë këtu. Po sigurisht. Edhe një fakt tjetër që duhet përmend, deri vonë Kosova dhe vendet tona në Ballkan shqiptar, sidomos kanë bërë tregti, sidomos tregtinë e Arit edhe me Sirinë. Ka qenë një rrugë që është përdorur në vazhdimsi. Është një familje për shembull shqiptare që ka ardhur nga Siria, jeton në Kosovë, ka ardhur prej luftës në Prizren dhe merren me një biznes. Dhe nëse ju keni mundësi vetëm një herë me bisedu jetojnë në Prizren me ta, keni me pa se si komuniteti shqiptar atje, domethënë ka qenë shumë i lidhur përkundër faktit që me gjuhën nuk kanë qenë mirë të organizuar për faktin se s'ka pas shkolla në gjuhën shqipe. Thellësisht është e njëjta situatë sikurse në Turqi. Është interesi i Kosovës dhe Shqipërisë. Interesohen për shqiptarët atje. Po ka fshatra të shumta atje që janë. Sa po merret edhe ministri, vjen nga komuniteti po. Po ministri në kabinetin e Al-Shara. Është shqiptar dhe poston aktivitetet Kosovës, këngë, komandon legjendar Abdul Jashari, flamojt Kosovës, Shqipërisë, odat shqiptare. Domethënë më shumë janë të dhonën mas identitetit shqiptar dhe Sirisë a Turqisë. Unë besoj që shqiptarët e Sirisë janë më shumë dhonën mas identitetit shqiptar. Ose mirëmbajnë. Ose mirëmbajnë. Ajo që duhet përmend se ka fshatra. Po. Fshatra për shembull në zonën e Idlibit apo më themin mes pjesës rrugës që shkon deri në Damask që
komplet fshatërë shqiptare. Dhe flitet vetëm, mund të themin kuptimin e Arnaut Kej, si kërse është një fshati i shqiptarëve dhe dijet. Njët e dijet të gjithë, po. Ja, nëse ti shkon dhe zbret në Damask, edhe i thu dërgon të shqiptarët, se cilin njeri do dërgon tek lagjet shqiptare që janë lagjet të tona me shqiptarë. Janë me ndikim atje? Po, janë me ndikim, pavarësisht faktit që nuk kanë ndonjë mundësi sfundin ndoshta në pushtet, po njën Arnautat, është Arnaut, zona Arnautave, që do thotë shqiptar. E di në gjithë, jetojnë si në geto, po pa përzirë me tjetër, a? Po zbriten në aeroportin e Damaskut, pyetjen e parë, kujt do që ti drejtohesh, dërgohet te Arnaut, zona Arnautëve, të gjithë do dërgojnë tek zona ku janë shqiptarët e fokusuar. Që sa kohë një shqiptarët atje? Ta drejtën jo shumë. Është interesant edhe aspekti i trashëgimisë kulturore, i traditës, sa ruhet atje, sa... Ne kemi pas më fat, për shembull, në vi nga komuna Kaçanikut, ne kemi një imam, i cili ka qenë kryetar i Bashkisë Islame Musli Verbani, që ka kryer shkollimet e tij në Siri, në Damask, dhe kemi pas një fat që me shfrytëzu këtë person për me pas ma shumë informacione në lidhje me komunitetin shqiptar atje, edhe se njëti ka qëndruar dhe në atë kohë shumë mirë në marrëdhëniet me Sirian, pikërisht për shkak të pozicionit shqiptarëve që kanë pas në atë zonë.